Nga Gjermania, e cila e ka pas kancerin ose tumor në veshka, sa ma e madhe se mandarina. E ajo kur më ka thirr, kemi qenë të udhëtu me djalin, kemi fillu dët me qajtë se ajo falenderimet e saj nuk di qysh ka dit aq mirë më shprej, e më thonë që unë tash më mjeku më ka thonë s'ki kur gjë. Kam edhe Gjerman që ka marrë kundër kancerit edhe. Mas pari kam shëru vetveten pe hemoroideve, shpas tumor në prostat. A qojnë a operimin? Tha, asni fotografim nuk pranoj me ba ma, po pe provoj qajnë. Për 2 javë dit ka fillu përmirësimi. Sot e pata personin që çdo herë kanë rrjedh gjonat këqija nga goja që nuk ka mujt as mjek mi shëru as kur gjë, edhe erdhu falenderu. Përshëndetje ndjekës të Historitë Jetës, kemi ardhur në një zonë shumë e nderuar, të një zonë e cila ka shëruar shumë gra, shumë njerëz, jo vetëm gra, burra, gjithandej Kosovës, një emër që e njihni gjithë në Kosovë. Zona Sylbie, një intervistë që kam pritur me kohë të vite kjo. Fillimisht si u kem? Mirë, faleminderit, unë me knatësi ju kom prit edhe me knatësi do të zhvillojmë intervistën. Knatësi sigurisht edhe jona është. Faleminderit. Fillimisht si u kem apo lodhesh, si po shkon puna? Mirë, faleminderit, lodhje ka pak se pak edhe musha, edhe punët e mdhaja shumë që i kemi për para, edhe klientat, kemi qef zakonisht me kanë shumë sinqert edhe shumë të afërt me klienta, i mirë presim, kemi shumë thirrje natën edhe ditën, atëherë jemi pak lodhur, po me gjithë qef edhe me knatësi jem të zhvillu këtë punë. Sigurisht do flasim gjatë gjatë sot me ty, kemi shumë çka për të biseduar. Po, kemi shumë gjana me të regu. Një grua suksesshme. Faleminderit. Besoj që do të krenohen edhe ata që do të na vinë. Që shëron me natyrë, me shpirt dhe me besim të madh nga Zoti. Po, ati kofshim falë, mas pari mbështetem te i madhi Zot, edhe me fuqinë e tij, me bimët e tij që i ka kriju ai i madhi Zot, e mas pari e ka kriju universin, edhe na ka kriju neve në këtë tokë. Me punën edhe fuqinë e tina, unë vazhdoj me punu. Kam pas shumë sfida. Me qenë se unë kam qenë një fëmijë do të thot i një familjes të madhe, jam rrit në një familje të madhe. Kemi punu shumë me bim, mbijetesa jonë ka qenë me bim me bujqësi. E pastaj, pas shumë sfidave, martesës, fëmijë, jetë, shkova në Gjermani, kështu që ma pruni i madhi Zot me punu në bim sheruse aromatike edhe në bim dekorative. Do të thot me një firmë që ka pas bim sheruse aromatike. Aty kam qef një gru shumë afërt me bim edhe me njerëz. Atëherë tu e po që është kërkesa shumë e madhe dhe më ka interesu çdo bim me ditë, në çdo detaj, çka është e tek është. Kështu që mrekullia e Zotit dashti mu kthy mas luftës me njëherë, mas i ka përfundu lufta, na jemi kthy në Kosovë. Edhe që nga aty kam thonë, nuk rri atje ku vendi jam ka nevoj për këto, mi njoft këto bim, mi mësu këto bim, mi zhvillu këto, do me thonë këto produkte, pse mos me vazhdu në vendin të em. Po me gjithë se kam pas sfidat mëdhaja, burri pa punë, vete pa punë, fëmija e vegjel, do ishin shkollim, atëherë kam dal një person me shit për fillim vetëm lule në rrugë, për me siguru kafshatën e jetës, kafshatën e gojës, do me thonë me siguru jetën edhe me siguru familjen fëmijët. Pastaj kam fillu çdo herë, nuk e kum pas asnjëherë, nuk e kum pas vetëm me shit lule ose bim dekorative, po gjithherë u kam esenca se nënën e kum pas me epilepsi në kohën e fundit deri në vdekje. Jam marrë me njerëz që kanë qenë të varfër, me njerëz smut, me njerëz që kanë pas nevoja, edhe Allah i më ka qu, edhe më ka ardhur ideja me punu me këto bimt, të lexu, të pa, të ba. Po e regjistrova biznesin, gjithmonë të ardhë të e rrit biznesin. Gjithmonë që kum punu, kom investu pjesën më të madhe në biznes edhe në fëmijë. Jam falenderuese te Zoti që i kam fëmijë shumë shnosh edhe janë mirë, janë taft, janë gjithë shkollun, janë gjithë kanë mri, kanë ecë përpara. Kështu që deri nuk di çka të tham, deri në këtë moment jam shumë falenderuese nga i madhi Zot që na ka dhënë këtë mundësi.
Kjo është gjë më mire. Zona Sylbie, si e kuptuat ju që keni dhunti për shërim me ilaçe popullore? Me thënë drejtën, këto e kum pas një dhunti qysh më herët se çdo fëmijë që urdhzu, nëse e kum kapë dhe ja kum prik, nashta e ka përkry një dorë, një koma, një diçka, ka pas një edhe të mëdhej. Nuk e di, interesante kam edhe nashta nuk e kum cek shumë herë, e kam edhe një dhunti që me durët e mia kur jam gjesh i qafa, njerëz që kanë epilepsi ose kanë kokëdhëmbje, kanë probleme me kry ose marramendje, atëherë besoni që ju ka një mu shumë e këto nuk e kom cek shumë në për media, se nuk jam në gjendje me mujt me arrit krejt mi përthaku këto dhimt. Po, me të ledzu dhe të po të ba, mas pari kom shëru vetë pe hemoroideve, qysh para viteve 40, do më thonë para 40 viteve, nona ka pas majasilin, ajo qysh atëhere ka pi qaj për majasilin se pat mi u put gishtat e ka pas probleme lëkurën. Po e fillova dhun me ba për ftyrë, për krima ftyrës, po edhe për dora për hemoroide, doshti zoti gjeta sukses. Para sa viteve më shkoj burri në Amerikë të djemt migru në Amerikë. Pi Gjermanisë, mas këthimit Gjermanisë, u doft me shku në Amerikë edhe më shku në 2 djemt. Shkoj burri për vizit, pat probleme prostatën edhe kish pas tumor në prostatë. Kur u këthy burri, deshten edhe këto se i bani 2 operacionen në Amerikë, pas këthimit, shkoj të mjeku mi ba analizat edhe këto i thamë mu operu. Atëherë, fillova me lexu dhe mi pa dhe mi përdor bimt për infekcione, për probleme gjanat, edhe ja bana qajnë dhe thash, a qajnë, a operimin. Tha, asni fotografim nuk pranoj me ba ma, po pe provoj qajnë. Edhe kë ka qenë shumë i kujdesshëm, e ka pi qajnë, që shi kum thonë, për 2 javë dit ka fillu përmirësimi. Atëherë, hajde një shok, hajde dikush, burri filloj më thonë, api ja bën këti, e kishëm pak problemin familjar që nuk jemi kanë shumë të hapun kështu, edhe thash i nderun, unë ja baj, po nëse ti thu, tash burra, njerëz të huj, ishte koha, kështu që tham, more, bënja se njeri ka me hi në operacion, pej ati, familjarët, jo me gur në veshka, tani filloj epilepsia, filloj stresi, depresioni, migrena, e shumë llojet ndryshme të problemeve, kështu që të vazhdu. Nashta ja kom thonë dikuj për migren, i ka ndihmu të epilepsia. Wow, më ka thirë personi, vazhdoj nderu nëse ma ka largu epilepsia një shtetit, ja qumë ilaqet, i përdori, Zotit dashti. Po, me të thonë drejtën unë për ata, nuk muj me mohu fuqien e Zotit që ma ka dhonë këtë dhunti se pa dashtaj edhe... Cili ka qenë rasti më i vështirë që e keni shëruar me duar tuaj, zona Sylbie? Kam raste shumë. Kam raste shumë. Kam raste që kur s'kan pas mi, kam raste kur kan pas kancer, kam raste kur kan tumor, kam raste mas pari burri me tumor, e mos të fuli me raste tjera, kam raste që e ka hup të fulurit, kam shumë raste, shumë falenderimet e gjandrat, tiroidet e cistat, një rast që tashti kam pas, me të thonë drejtën, raste shumë trona janë rastet e tumorit, kancerit, por rasti që tasht e kam që ka pas cistat në korrez të shpinës, që nuk ka guxu mjeku asnjëherë me operu, e kam rastet ndryshme që mjeku nuk guxon me ndërhy, atëherë, kur më shkru para disa dite, isha në Shqipëri, ma lexoj të shkresën nusja, fillova me qajt se nuk e kom besu që do të ka qatë shumë sukses. Edhe të plot raste që nuk muj mi cek me rast, so kam raste që... Kam qenë shumë raste të fështira. Kam raste të fështira. So dhe pata personin që gjdo herë kanë rjedhë gjonat që janë nga goja që nuk ka mujt as mjek mi shëru as kur gjo. Edhe erdhu falenderu, për mu është knatësi. Për mu lot e gëzimit më dalin shpesh herë dhe nuk muj me përshkru sashtë, se dikush me ndonë si kemi fitim të madhë, na kemi shpenzimet më dhoja. Jemi 7-8 punëtor që punojmë dete natë me këtë punë, është kosto blej edhe pi jashtit bim, me qenë se i lexoj edhe e shoh çka përmban, qysh, çka çfarë vetie,
atëherë porositja dhe pijashtit. Në Kosovë kam certifikume organik, do me thonë 105 bim, e kështu që i kam edhe këtu jam me licencume, falenderit Zotit. Edhe kemi zonën Zylvia kemi të licencuar, ta bëjmë titur. Jam e licencume, shkruaj njerëz në Facebook, shkruaj njerëz më thon drejtën vjen keq për një shqiptarit me një fjalë keqe, një fjalë tron më ia thoni nanës të fëmijëve edhe një motrës shqiptare arrestone vritne, burgosne e krejt kur i kam licencat e paguajta të përshtet. Po shoh diplomat, ki pasur të cënime? Kom pas më thojnë shumë fjalë trona në Facebook, kështu që për mua është shumë e rëndë me një vëlla shqiptare se një motër shqiptare të fëndu kur unë jam tatim paguese. Qysh nga 2009 paguaj tatime edhe paguaj paga për punëtor, paguaj gjithçka jam në rregull me shtetin, nuk du mi ju ik tatime dhe nuk du mi ik asnjëherë shtetit se kam qef me kanë shumë e qartë, shumë se e sinqert, po e du popullin tem edhe pse njerëz në të ofendoj, nuk është punë e rëndë se jemi mësuar me këto ofendime në përmjet. Kemi ofendime? Jemi, po gjithka, po nuk kisha pas qef, kam qef me konë shumë një njeri i ngrohtë për gjithë klientat, për gjithë njerëz, se është shumë e vrajt me ofendu një njeri kur nuk e ke për. 100% vetëm i madhi Zot shëron. Nuk tham shëroj, po ndihmoj, se është puna kur e ke ndihmu, ajo dhe ka po shërimin. Kur me burrin temi kam dokumentune, edhe kam dokumentune plot njerëz që kanë pas sukses, atëherë nuk muj me thonën që jam mbi natyrshme, po jam shumë falenderuese që kanë pas njerëz shëndet, kanë pas njerëz përmirësim, vinu më falenderojnë, çka më thon tjetër. Unë i du popullin tem, po i du gjithë njerëzit që kanë nevojë për ndihmën tonë, për mjekësinë bimore, po edhe për mjekësinë gjithë shtetas. A ju kanë mësuar mjekët kur keni parë rezultatet tuaj të para, ju kanë mësuar? I nderun, kam edhe mjek që më kanë thirrë dhe i kam edhe dokumentune që kur e kum pas një klient nga Mitrovica, me qenë se ai mas 2 vjet e gjysë ka ndru jetë, mjeku e ka sugjeru me ardhë të une. Këtë rast nuk e kom cek asnjëherë se nuk kam pas dëshirë i ndjeri me një nga gruaja jam që e ka pas kancerin, po gruaja vet më ka tregu edhe mjeku i cili është kirurg në 5-6 spitale, emnin së dijam ja përmen, është cili më ka propozua dhe më ka sugjeru, më ka thonë vazhdo se nëse ky klient kish hin kimioterapi, me njëherë u duf mja përgadit rasa, se nuk ka pas shans me jetu. Kështu që jam shumë falenderuese dhe nga mjek, kam mjek që vinë, kam motra medicinale, nuk kanë ashta smundje shumë trona, po infekcione, bronhiti, kolitja, do gjana që përbes, janë mjek të thujnë kronike, e kur të vinë këto janë falenderus, atëhere edhe nga mjekt, kam fjallë miradije, po unë asnjëherë nuk muj mi qitë anën mjekësis poshtë. Ata kanë kry shkolla, ata kanë studiu, janë njerëz që e identifikojnë smundjen, i bujnë analizat, i operojnë, unë nuk jam asnjëherë një person që jam kundër mjekësis, edhe kundër dikuj, se cili e ka të punën e vetë, edhe unë e kam anën vetë. Çfarë ndjeni kur një njeri ju falenderon se e keni shpëtuar me jetën e tij? Me thonë drejtën, koj une e nashta buhmi me qajt këtë familja. Kur më ka marrë jam kanë rrugës, një person nga Gjermania, e cila e ka pas kancerin ose tumor në veshka, sa ma e madhe se mandarina, edhe thete kum pa me sytë me, filloj 2-3 herë me nëzija kena që me autobus, me qenë se autobusat nuk mi marrin të gjana, po kam vështirësi. Jam shumë me njërë se nëse kisha gjithë një lidhje me eksportu jashtë, se kam kërkes shumë madhe për eksport. Kam shumë kërkes madhe për me eksportu jashtë shtetit. E ajo kur më ka thirë, kemi qenë të udhëtu me djalin, kemi fillu dët me qajtë se ajo falenderimet e saj nuk di që shka dit aq mirë më shprej, e më thonë që unë tash më mjeku më ka thonë s'ki kur gjë. Cilin ilaç popullor e përdorni më shpesh për shërim ju, Sonja?
Me thonë drejtën për çdo problem, kena shumë falenderime, kemi pas fillimin me prostatën. Po tani lukthi dhe hemoroidet nuk di, s'kam të ndalur me hemoroide, me problemet shkurës. Ka raste, më duket, me thonë, nashta ma shumë përqindje ka që i kanë hemoroidet se që nuk i kanë, ose problemet e lukthit, po që me dhez edhe me dhonë shumë sukses, ka dhonë edhe qaj stresit, depresionit, ankthit, deri në epilepsi, që nuk e kum besu, që do të hiqet. Jam shumë falenderuese prapë përmeni Zotin se ai ka dasht që nga dora ime të kanë sukses edhe njerëzit tutje. Për ata e përmeni çdo herë se nuk ma ka marrë menja, as nuk e kum ditë qysh ka mu ba. Po dashti Zoti ja dhash qajnë për migren, edhe i përdora këtu suplimentet e mia që i kam edhe në borë, e kam edhe qajnë e valerianës kur ja bana shtes, ajo ju ka hjek epilepsia non e bi, e pastaj kom fillu tutje. Nuk thom që jam e 100%, disa herë ceki se lexoj dikon që thatë shërojmë 100%, nuk jam e 100%, se vetëm Zoti nalt është 100%, po ka ndihmu edhe ndihmon. Edhe njerë për ceki me dit një personit që nuk i ndihmon dora jam edhe ky supliment që ja vjepi këto qajra, për jetë nuk ja marrë pare që ati personi me ditë që nuk i ndihmon, se nuk du me hinë hakt kërkuj, mi ja marrë paret pa i ndihmu. Po kam raste nashta që s'ju ka ndihmu, sillen shumë njërë të keqe, nashta e ka raste që thujnë, e kena provu edhe na, edhe nuk ka dashti madhi Zot, vazhdojmë tutje. Ka ndonjë bimë që ju e quni mrekullit Zotit, që keni marrë veçantë? Po kemi bimë që e qujnë mrekullit Zotit. Cila është ajo bimë? Po, me thonë drejtën që tashtë Valeriana për mu është mrekullia Zotit, edhe këtë fjallën Valeriana nuk do të lanë deri në vdekje, se është bima mrekullia Zotit që ka ndihmu të njerëzit me stres, depresion, angst, me ngarkesat mëdha. Ajo është çuditëbër se ka ndihmu. Për ata e quj bima e mrekullisë edhe Shërebela është për mu bima që ka domethënie të madhe. Pra edhe Melisa Barbleta është për mu shumë e mirë, sepse krejt njeri mund mi përballun nashta, po edhe bimt e kancerit. Për mu është Dandeloni, radhiqja quhet në gjuhën shqipe, ku na shkelim në për atë bim, është shumë e mirë të une që më ka dhënë rezultat shumë të madh të puna e tumorit e kancerit. Edhe Basiliko, Artemisia, është për mu bima shumë mrekulluese që e përdori edhe ato të kancerit dhe tumorit. E përmendë shumë që kancerin, dhe më thënë, ke bimë edhe për shërim të kancerit, nëse munde që pam keq që them gjithë botën, ka shumë njerëz që, dhe më thënë, shumë raste që nuk shpëtojnë nga kësë mundje fam keqe. Apo më do që me mjekësin me bimore që ti bën konkurencë mjekësis ti? Nuk muj me thonë nashta konkurencë të madhe, po kemi raste kur kanë pas shëndet edhe kanë pas përmirësim, po nuk mujna me thonë që 100% kanceri shërohet. Kanceri është shumë i vrasht, edhe kur është në kohën e fundit, momentin e fundit, në gjendjen e fundit, atëherë nuk muj me thonë që ka mrekulli, po çdo herë të tumori edhe të llojet e kancereve kur identifikohet me kohën, mundet me pas shëndet edhe shërim. Keni pas një rast që keni shëruar me kancer? Kemi pas raste. E ceka ma herët, kemi pas raste, po nuk muj me cek gjithherë vetëm kancerin. Unë ma shumë njerëz që kanë probleme tjera, ma të leta, se te kanceri, pro kur vinë edhe thojnë, po du me provu, i thamë, provoje, nëse dani madhi Zot, është mrekullia e Zotit, edhe puna jeme. Po, e kemi top këtë suplimentet që i kena, është pakoja që ja vjapëm, ajo pakoja përbahet për 2 qajra, 2 mjalta, 1 qumë shtibletës edhe 1 vaj. Ato janë pikat shumë të serta, edhe janë shumë të forta, po kanë dhënë efekt. Kam edhe Gjerman që ka marrë kundër kancerit, edhe kam rastin që ja ka qu personi me autobus, e përshëndes edhe e falenderoj shumë atë person, i cili ka ardhe ka marrë dhe ja ka qu 2 herë Gjermanit edhe ai sot jeton, kështu që
nuk muj me lonë pa e cikë se ajma e ka bat mrekulli, e ka për cillat i laqë edhe aj thot, aj që nuk beson të ti, në djenë të vetëm. Pastaj se nga jasë që kanë kërkuar ndihmë për shërim. Kemi Gjermane, kemi edhe në Amerikë që kena dërzua i laqe për smundjet ndryshme. Mos ta ciki vetëm kancerin, e ceka që thuj njerëz nuk ka shërim, po e identifikuve, po u trajtuve, Zoti ban mrekulli. A ka pasur raste kur keni, kanë betur të habitur, pacientat juaj kanë betur pa fjalë për shërimet që kanë ndodhur me ta? Po. Kemi raste që ja kanë hub mjekt nështë shpresat edhe kanë ardhur, se kur ju thujnë janë kronike, janë akute, nuk largohen, nuk shërohen, kemi raste shumë kemi raste që kanë ardhur, kanë marrë. Po juve, mos të ceki 100 herë, mos të ceki zakonisht vetëm të kanceri. Kemi të hemoroidet, muj me thonë 99.9% ka sukses, sepse javjapëm qajnë edhe kremen. Atëherë kur i bojmë suplimentet, bashkë i kombinojmë ka pas. Po edhe të prostata, po edhe të melqia, po edhe kemi për diabetin, kemi rast për diabet që nuk ka pas shansës, nuk e kemi besu, që do t'i ndihmon, po mrekulli ka ba.